Nëse vuani nga anemia, hani këto ushqime dhe do shikoni ndryshimin. Anemia ndodh kur trupi juaj nuk prodhon mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut. Kjo gjendje shkaktohet kryesisht nga humbja e gjakut dhe shkatrimtari i qelizave të kuqe të gjakut ose pa aftësia e trupit tonë për të krijuar mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut. Një dietë që është e pasur me ekur, vitaminë B është e rëndësishme nëse vuani nga anemia. Ja ushqimet që ju ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të saj. Mishi i kuq, si ai i viçit dhe i derrit, përmbajnë nivele të mira të ekurit heme që përthithen lehtë nga trupi dhe mban në kontroll problemet të anemisë. Bimët bishtajore si fasulet, thjerrzat, bizelet janë të mira për shëndetin tuaj dhe ndihmojnë për problemet të anemisë. Drithrat integrale. Buka e prodhuar me drithë integrale është burimi i ekurit non-heme, lloji i ekurit që duhet kur keni mungesë të ekurit të shëndetshëm. Veza është e pasur me lëndë ushqyese dhe përmban 1 miligram hekur dhe ndihmon kundër anemisë.